Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatis një marmalat me gështënja. Kam 1 kg gështënja, të cilat i kam qëruar, i kam hequr lëkurën, kam 600 g sheqer, 400 g sheqer të bardhë dhe 200 g e kam sheqer kafë. Për aromë kam vanilje dhe ujë. Këto janë përbërësit tonë. Si fillim do shtojmë gështënjat e qëruara në tenxhere dhe do t'i mbulojmë me ujë. Do t'i mbulojmë me ujë dhe do t'i vendosim të zijnë. Do t'i shtojmë aq ujë sa nevojitet për t'i mbuluar mirë, sepse na duhet që të zijnë. Në këtë mënyrë dhe do t'i vendos në zjarr. Nuk është nevoja që t'i vendosim në flak shumë të lartë, po themi, apo në gradacion shumë të lartë, do t'i vendosim në një zjarr mesatar. Gështënjat i kanë vënë të zihen, kanë filluar të marrin val, do t'i vëmë kapakun dhe do t'i lëmë që të zihen. Kur të shikojmë që uji do vej nga fundi, po themi, dhe ka shtëruar, do t'i provojmë. Nëse kanë zier, atëherë do vazhdojmë. Nëse s'kanë zier, mund të shtoni dhe pak ujë. Gështënjat kanë zier, e kanë pirë ujin, kanë shumë pak ujë, ndoshta 2-3 lugë ujë në fund. Me blender do t'i bluaj dhe do bëhen kremoza. Gështënjat i kanë bluar, i kanë kthyer në krem. Do shtojmë sheqerin dhe do ta ndezim përsëri sobën, por do ta trazojmë vazhdimisht që të ndihmojmë sheqerin të shkrihet. Pasi e trazoj vazhdimisht kur e vë në zjarr dhe i kam hedhur sheqerin, po ta shikoni bëhet përsëri e lëngshme sepse kemi shtuar sheqerin. Do ta trazojmë edhe pak dhe do ta lëmë sepse nuk ka nevojë që ta trazojmë shumë, thjesht në momentin që shkrin sheqeri jemi në rregull. Do ta lëmë të zijë në zjarr të avashtë, diku për 30 minuta. Megjithatë do ta shikojmë derisa të arrijë atë trashësinë që neve duam. Pasi gështënjat kanë 20 minuta që zijnë, do t'i shtoj vaniljen sepse kanë përfunduar. Unë po i shtoj pas vanilje, po mund t'i shtoni vanilje plur ose çdo lloj vanilje që ju dëshironi. Pa problem, e duam për aromë, do ta trazojmë të përzihet vanilja, do ta lëm diku te 5 ose 10 minuta, varësi të trashësisë që ka krijuar, po themi, gështënja, kremi gështënjës, marmalata jon, trashësinë e ka në rregull, do ta lë të marrë dhe aromën e vaniljes mirë dhe pastaj do ta fik. Ndërkohë që ne miremi me gështënjën, me kremin e gështënjës, që po e përzijmë dhe trazojmë, ndërkohë vëmë të zihen edhe kavanozat, që t'i kemi gati dhe t'i mbushim. Arsyeja që i kam vendosur në një tenxhere të thellë, se si shikoni sasja nuk është se shumë e madhe, por hedh goxha pika dhe që mos të digjeni, po dhe mos të bëhet shumë pis gjithmonë në tenxhere më të thellë. Tam do ta lëm edhe 5 minuta ose 10 minuta në momentin që shtoni vaniljen, sepse e shikoni që është zier dhe është gati dhe është trashur e piksur mirë, dhe do ta fikim. Kavanozat i mbushim sa e kemi akoma marmalatën e nxehtë. Tam kavanozat gjithmonë i sterilizojmë, i zijë mirë dhe i kemi gati për t'i përdorur. E mbajmë kavanozin me një letër kuzhine ose me një copë që mos të na djeki dhe i mbushim. Kur t'i vëni kapakun, pjesën sipër do ta pastroni mirë me letër sepse nuk duam të jenë pis, pastaj do vendosim kapakun. Marmalata ka përfunduar, del me të vërtet super speciale dhe veçantë, me një shije fantastike. Provojni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë miq të dashur.